Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marines kanë protestuar sërish para ditën e sotme përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum për mospagesën e qirasë së tokës. Ata pohojnë të ndinjuar se rreth 800 banor të fshatrave Marines, Belin, Sheqisht, Zharrëz, Kallm, Frashër, Kuman, që prej fillim vitit 2026 nuk janë paguar për qiran vjetore të tokës, e cila është shfrytëzuar nga kompania për rrugë, parkingje, sheshe e puse nafte, të cilat shfrytëzohen nga kompania që nga viti 2010, dhe nëse nuk do të ketë reagim, do t'i drejtohen krimit ekonomik si dhe do të përshkallëzojnë protestën në vend burim. Herën e dytë vim përpara zyrave të Bankersit për të marrë përgjigjen zyrtare. Përgjigje zyrtare nuk na është dhënë dhe neve tani do ta përshkallëzojmë protestën tonë në vend burim. Njëkohësisht do të bëjmë një peticion t'ia dërgojmë krimit ekonomik, sepse kompania na ka marrë tokat, na i ka zaptuar dhe nuk na ka dhënë dëm shpërblimin. Kemi bërë kontratën, po deri në prill për shembull që unë e kam pasur, jam i shlyer nga prilli e këtej, unë e quaj zaptim të pronës time. Jo vetëm të familjes time, por edhe të gjithë këta këtu kanë që nga janari që u është zaptuar prona. Prandaj do bëjmë peticion, t'ia dërgojmë krimit ekonomik, shikojmë se çfarë do bëjmë, edhe pastaj ne do vemi në vend burim. Protesta tjetër do jetë pranë zyrave në Marinës, të mos lejojnë punonjësit e tyre të hyjnë në zyrë për punë, pastaj do kalojmë në vend burim për të ndalur punën. Këtu janë banorët e fshatit Marinës, Kallm, Belin, Zharrëz, Sheqishte, të gjitha fshatrat. Dhe ju falenderoj juve si media që vini këtu në këtë vap për të dhënë një kontribut në ndihmën tonë. Ne mblidhemi sot sepse nën kontraktori që ka ardhur këtu na ka cënuar pronën në vlerësimin e saj. Kontratën e kemi bërë para 10 vjetësh, e kemi bërë për 4 milion dëlymi. Ndërsa ndërrohen kontraktorët, bëjmë pazare me pronën tonë. Ne e kundërshtojmë këtë me forcë dhe nuk do t'i lëmë të futen në pronën tonë. Prona është e shenjtë. Edhe ata kanë thënë që pas 2 javë, na rini 2 javë kohë. Prandaj kemi ardhur sot ne. S'kemi marrë përgjigje e presim sot. Jemi dakord neve naftës si rritet çmimi, ndërsa ne na ulet ajo oferta për pronën tonë. Nuk kemi dakord dhe s'do jemi dakord përderisa të realizohet kontrata, sepse këta në kontraktorët kanë qenë të tillë që bënim kontratën sot për të marrë paratën dhe do rrinë një vit për të marrë paratë tona, paratë e kalamajve. Ne do protestojmë deri në fund, do të bëjmë nga prona jonë. Jo, do t'i dëbojmë nga toka jonë. Prona është e jona. Banorët kërkojnë një zëri respektimin e kontratës sipas ligjit dhe kundërshtojnë pretendimet e kompanisë se çmimi historik i qirasë së tokës në fushën naftëmbajtëse prej 400 lekësh për metër katror, te kalon ndjeshëm vlerat aktuale të tregut. Dhe pres të firmosë, por është me ulje çmimi. Ne kemi bërë kontratën me 4 dylym, dhe unë nuk e pranoj këtë. Për këtë kam ardhur këtu bashkë me bashkëfshatarët e mi, bashkë me stafin që janë drejtues të kësaj organizate, e cila ti përgjigj. Kam marrë një sa i kemi dhënë. Që sa kam, e kam i marrë, më ka shlyer çdo vit. Dhe këtë vit nuk e kam marrë. Kjo është e gjitha, dhe për këtë arsye jemi mbledhur këtu së bashku me këta shoqëri. Ne dhe kemi bërë një kontratë me Bankersin me 4 milion. Na kanë thënë ata, dhe jo se u kemi thënë neve. Dhe kemi vazhduar që nga 2020, që kemi bërë 21 që kam bërë unë, edhe deri vite kemi marrë lekë. Jo rregullisht në këtë e kemi marrë, por fatikisht. Tani thonë që bërë me 2 milion, 2 lumi. Neve nuk pranojmë me 2 milion. Të vendosur, do vend të baza atje, do protestojmë atje deri në fund, derisa të marrë parat. Për banorët e zonës naftëmbajtëse, qiraja vjetore e tokave mbetet një ndër burimet kryesore të ardhurave të tyre.